Inteligjenca artificiale nuk është vërtet aq inteligjente. Në të vërtetë është thjesht statistikë e cila po ndodh shumë shpejt. Kjo statistikë që ndodhi shumë shpejt ka tre qaset përgjithshme, me supervizion, pas supervizion dhe me përforcim. Supervised learning, unsupervised learning edhe reinforcement learning. Të treja këto janë qaset ndryshme që të mund të afrohemi me informacionin. Supervised learning është ai në cilin ne kemi një pritshmëri të caktuar dhe ja ushqejmë modelit. Unsupervised learning është ajo në cilën ne nuk kemi një predispozitë të caktuar dhe atëherë modeli është agnostik me dhënat që ka. Dhe reinforcement learning është ku ne nuk kemi një predispozitë caktuar për dim përfundimin e duhur dhe ushqejmë me pozitivitet modelin kur sillet sakt dhe e dënojmë kur sillet gabim. Të treja këto modele hasin vështirësi, të dhëna të papërshtatshme dhe të dhëna me predispozitë ose të dhëna të njanshme. Të treja këto vështirësi në përfundimin e tyre janë thjesht keq menaxhimi i dhënave ose zgjedhja e një modeli i cili është iteruar tepër. Komentoni më poshtë me eksperiencën tuaj me AI dhe me atë që ju doni të mësoni në videot e ardhshme.